Pas lajmeve se Saraj dhe Çajiri janë në mesin e 17 komunave që nuk kanë aplikuar në thyrjen e dytë të qeverisë për mbështetje financiare, kanë reaguar krerët e komunave të lartë përmendura. Kreu i komunës së Sarajit, Ilyas Veseli, nëpërmes një video mesazhi sqaroi se komuna e Sarajit ka dorëzuar disa projekte konkrete në kuadër të kësaj thirrjeje. Projekti i parë ka të bëjë me ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit atmosferik në vendbanimin Llaskars. Projekti i dytë është rikonstruimi i rrugës kryesore dhe i të gjitha rrugicave në vendbanimin Llaskars. Projekti i tretë është salla e re sportive multifunksionale në vendbanimin Rashqe. Projekti i katërt është muri mbrojtës përgjatë rrugës në vendbanimin Glumov që lidh vendbanimin Arnaqi. Projekti i pestë është rruga përreth xhamisë së re në vendbanimin Rashqe që do ta lidh me vendbanimin Kopani. Në fund, Veseli shpreson që kësaj radhe këto projekte të miratohen nga ana e qeverisë dhe në të njëjtën kohë edhe të jetësohen e realizohen. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Çajirit, Visar Ganiu, ka njoftuar se deri më tani janë dorëzuar rreth 16 projekte dhe se pritet të dorëzohen edhe disa të tjera deri më 30 prill, data kur edhe përfundon afati për aplikim. Ai shton se synimi është që Çajiri të përfitojë shumën maksimale prej 8.5 milion euro që ofron qeveria për komunat. Jo vetëm me këto aplikime, por edhe me projektet të tjera që planifikojmë të dorëzojmë deri në përfundim të afatit, parashikojmë të arrijmë një vlerë totale prej 8.5 milion euro, shumë që na takon si komunë dhe që do të na mundsoj realizimin e investimeve të rëndësishme në ujësjellës dhe kanalizime, ndriçim publik, rikonstruksion të rrugëve dhe përmirësim të infrastrukturës urbane në disa nga zonat më të rëndësishme të Çajirit. Jam i bindur se përkushtimi ynë do të reflektohet në projekte konkrete që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve tanë dhe do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtin ritëm, përkushtim dhe vizion për një Çajir më modern dhe më funksional. Në mesin e komunave që u përmend nga ministri Perinski dje që sot pritet të aplikojë është edhe Likova. Kujtojmë se dje ministri i pushtetit lokal Zlatko Perinski njoftoi se thyrja e dytë e hapur qeveria për komunat do të jetë e hapur deri më 30 prill 2025.